Sot kemi makinë që nuk e shohim shpesh në Shqipëri, është e veçantë, është S205, se këto me portobagazh quhen SJW, C63 AMG. E 2016, tashi kjo i ka disa gjona të veçanta, ta nisim që këtu në fillim. Ai që ka specifikuar se është model Gjermanie, ka bë ca opsione që nuk i shef kudo. Për shembull pjesën para e ka karbon parakolbi, është me distronikun, ka karbon edhe këtu te to llaskat, fabrike e specifikuar, vazhdo me karbon edhe te difuzori, marmitat AMG-s normalisht. Ai ka bë dhe deep badge, është tipike kështu, vetëm në Gjermani mund t'i bëjnë kështu që sa vjen që të lexohet C63, ta shohin aty në autostradë si në C200, 220 që ne pastaj të surprizohen. Ato i kanë qef to makinat sleeper. Kjo është me disje të 212 shit facelift. Kjo është akoma atë që duket sikur nuk është shumë e shpejtë e pastaj të befasoje. Këto pasqyrat i ka zeza, është me blind spot, normal V8 biturbo. Frenat AMG-s të mëdhaja diesel me vetë freskim. Diesel 90-qet, si që thamë te klasit, me feneret LED para, si që kanë këto. Në më thonë, nuk i kanë gjitha, se ato të thjeshtat ka pas edhe halogene, po të C63 e kanë njësë pak më lartë. Nuk ka kështu të thjeshta fare. Ta që do shohim edhe motorin, se është pjesa më e rëndësishme e kësaj makine. Përgjithësi, sidomos të në Shqipëri, qefi është mi pas sedan, ose maksimumi kupe. Këto me portobagazh në Europë i kanë qef më shumë. Ky është 4000-shi V8 biturbo me turbo të mes hot V. Në këtë rast është me 476 kuaj fuqi edhe 650 Nm tork. Te-ja ka 510 kuaj edhe aty ka tork një 700 duket Nm. Është tamam motor AMG, është me pllakën AMG-s aty. One man, one engine që e bëjnë firmën fund ai që e monton. Por qenë shumë motor i mirë me shumë potencial. Kjo është stock, me stage kjo është gati 600 kuaj direkt. Shumë motor i mirë, dhe e shohim edhe nece pastaj, dhe e testojmë, po kena bo edhe në makina tjera dhe është i mirë. Kena bo C63 në versionin kupet kësaj, facelift. Është me sedilje me ngroje, me boxe Burmeister, po sediljet nuk i ka kështu full elektrike. I ka elektrike, po për para mrapa duhet me atë levën, nuk është si i ka këtu. Dhe sediljet i ka më suportive se këto të thjeshtat, kështu duken si thjeshta, po janë më suportive, ta AMG-s janë. Tashi kjo ka disa opsione, se është me distronik, me head-up display, që hetës një vizat e bardha. I ka gjitha këto link keep assist e qajnë këto. Çuditshme që s'ka sedilje elektrike komplet. Timoni AMG është rafsh të poshtë, cross colti, tu me qepje. S'ka as bagjo, as panoramike, çuditshme. Po tamam është specifikuar në Gjermani, aty janë edhe shtrenjtë, nuk është isoj si këto tjerat. As keyless go s'ka. Tu pastaj si 205 që i kanë tamam komplet, për kjo e ka karbon, orën IWC Schaffhausen që kanë AMG, kontrollin e klimës, të erventat që i hapi mbyll shu me të rrotullume, te kompjuterin e bordit, edhe këto që kontrollo kompjuterin e bordit. Këtu ke kontroll stabiliteti off, amortizatorët me bo kamion me ndryshu, dinamik, sport plus, volumi, autostop starti edhe marmitat. Kabinë normale si 205-shat, nuk është se ka ndonjë gjë shumë të veçantë, por bokset i ka opsionale, dhe nuk janë të vu me AliExpressi. Është pak errët se s'ka lart fare bagjo, tavani i zi tapiceria e zezë, duket pak si errët. Rahati e gjej pozicionin mirë në te. Sediljet suportive janë mirë. Nuk është me ato bucket seats, po edhe ato ndoshta janë shumë praktike për përdit. Tu për kështu kuriozitet, këto që se u vejnë ka pak Burmeister i këtyne shpesh, që ta dallonin që si ka tamam, duhet me pas deklet voglën. Ato tjerat që i kanë kështu dvume kanë vetëm një. Kurse kjo i ka tamam, normal. Edhe mrapa nuk është shumë keq. Tashi, jo se është super e bollshme, po C-klas është, nuk është se është E-klas. Ke hapësirë edhe për kokën lart. Klimi individuale ka mrapa. Ka ca opsione që s'ta merr menja, edhe mungojnë ca që i pret. Se ato i specifikojnë së të dojë qefi, nuk është se i morin shu të gatshme. S'ka sedilje elektrike, ka klim mrapa. S'ka panoram, po ka klim mrapa. Më të rrallen me klim mrapa, shumica s'kanë këte, po kanë këte. Nese. Sediljet i ka që shtrijen dhe mrapa, dhe pastaj kryo gjitha të vend. Se e kanë butonin këtu. Ja. Edhe tash i bëhet gjitha e hapësirë. Që dalin ta provojmë C63-shin me portobagazh. Apo, i mban nes për herë këto. Do shohim si është në performancë. Do flasim edhe me Ergin me pronarin për makinën, për eksperiencën që ka pas me te, e çaj ka shty për ta marrë këtë makinë. Ergo, pse zgjodhe këtë makinë ti? Se C63, okay, është makinë që e kanë qef
çunat, po me portobagazh. Pse jo kupe ose sedan? Vetë për veçantisë domethënë. Për veçanti po. Shumë e veçantë. Sa kohë ke që e ke si makinë? Bë 2 vjet. Si të ka shku deri tash? Deri tash xhan fare. S'ke pas probleme me gjona. Vetëm shërbime, vaj fil. Ç'a të pëlqen më shumë te kjo? Karboni. Të pjesë të karbonit që ka? Karbonit që ka, ekstra. Aha. Po i ka ca specifika kjo. Çuditshme ai që ka specifiku në fakt, se i ka fut krim mrapa, pjesë karboni, distronike, gjitha ato lenki pasisto. S'ka vu panorama, ma kupto, është kurshit e panorama. Te daily driver e ke përdorur që për ditë? Daily driver, se s'ka makinë tjetër. Qa thua? Për daily driver është cool kjo. Shumë gjë. Se ja fika e së po? Ja fika? Po, ja fika pa në hikë shumë. Gjiron. E lezeshme. Tashi, ti do me e shit të? Po. Qa do morë është masaj? Qarë planë është kej? Qa kej qef? Më qeve kisha i magi më të vogël. Më të vogël e? Po. Se me rego nuk bëhet downgrade, do të me morë upgrade. Është po marrë një maginë më të vogël e një motor. Me që vjen edhe vera. Po do të mungoj kjo pas ta e? Do mungoj, po. Do më qaj shpirti. Po, janë të lezetshme këto. Do pilot këtë kërë. Po. Ti e ke majtë stok, si ke bo asë gjo? Stok komplet, asë dhe gjoja. Daily driver, mirë është kjo, hargjo. Si është me konsumi? Rrugë gjata në hargjon shumë. Ti halal që e ke majtë stok? Shpejt është. Ullëre të pake? Po, mirë është. Shumë e shpejt. Dhe mirë është jo, dhe në përktheje sa kështu. Po, i mangë fosë. Ande shovë Sport Plus. I kanë më shumë? Po, nuk mahet. Oh! Për zonë. S'kena rrugë mirë në hevë. Qa goma që ke vu? Pilot Super Sport. Mirë ke po. Shumë e shpejt. Po kështu, merë komente të njerëzve, qa mendojnë, ne? Ato që e njofin, se... Ato që e njofin. E kuptojnë që është e veçanë. Pëlqen shumë se është e veçanë. Kto që se njofin nuk duket që është ka t'jo makinë për bagazh. Jo, po nuk e për menja. Se është edhe di beq. Po pra, Edhe kur jap gaz. Shofim një këtu, nëzi ka kjo. Qo është për plus të leva. Ullë poshtë. Tym. I forca amortizatorët. Po. E lezetshme shumë. Pëlqe. Ja, gomë. Po, më qofë se jafike së pënë, do shumë kujdes. Shumë kujdes. Se me qenë e RS4. Po, RS4 është. Spitfire. Po, të adrenalin t'jep më shumë kjo se. Si, në më dje që ke morë këtë ti. Po. Hallo, e ke kaluat i qunit me i 63? Me klasin e?
është edhe personale, makinat është shumë personale, secili Preferencë. duhet me marrë atë që ke i qef. Që ke qef. Ja me bo zgjedhjen logjike ose gjon që menojnë ose thonë tjerë që është e mirë. Duhet me bo atë personalin tate, se si jena të gjithë isoj, që të kena makina isoj. E drejt. Marrë se të ndronë mirë, kështu i ka bukur i ka këto goditjet që jep. Me thonë drejtën, është makinë e veçantë. Nuk është se shef shumë, po thuj se fare, mund të jetë edhe i tjetër si kjo në Shqipëri. Normal në Europë shef më shumë se ato e vlerësojnë edhe prakticitetin. Përgjithsisht, historikisht, këto me për të bagazhe majnë çmimin më shumë. Edhe po të shofësh 204 me për të bagazh, 155 203 me për të bagazh, 211 me për të bagazh, gjitha, nga që janë pak më të ralla si numër prodhimi, e majnë çmimin më shumë. Kur bëhen pak më të vjetra, si fillojnë të bëhen si Future Classics. Për qenë është e shpejtë, edhe pse është versioni S, fort e shpejtë, brutal është. V8-a në C klasë, do të thonë kjo është e fundit, s'ka më mas saj. Më 156-a, që bëm 204-in, është akoma më gallat, se është aspirato, është kubikazh më i madh, është gallat fort, po kjo është më e shpejtë, është me turbo, normal është më e shpejtë, po është makinë prapë që t'jep kënaqësi edhe që mund ta përdorësh edhe për ditë. E vrasim men edhe për konsumin shumë, po dikush që do me shiu këta e shia, se zhurë me bukur është, i jep gaz, kënaqesh, edhe praktike është, i ka të gjitha, domethënë për të kesh i makinë për të gjitha, kjo e bë mos miri. S'ke nevojë për SUV, për Forestradë, kjo ti mulot gjitha. Komodë është, s'është keq, nuk është shumë e fortë. Kur e çon Sport Plus, pastaj që i forcon amortizator të bëhet më fort, po është më mirë për kthesa pastaj. F80 s'ka pas për të bagazh, kështu që ka qenë kjo dhe RS4, që RS4 ka qenë vetëm për të bagazh. Te tjetra G80 pastaj doli me për të bagazh, edhe ajo është më e veçantë se gjenerata e re e C klasit, bëhet fjalë që e kanë bërë me 2 mish, hibrid 2.2 ton, sa i S, që s'bë, kjo është i fundit nga këto C tamg tamam, edhe këto besoj do vijë dita të rriten në vlerë. Tash në momentin po fillojnë të rriten 204, ato që janë të pastër të majtë me specifikat mira. Pastaj do vijë edhe këtyne 100%, se s'ka më vërtet as do ketë më të C klasi. Mu pëlqeu shumë si makinë, shumë e lezetshme, agresive, e shpejt. Se di çfarë mendoni ju këtë kishit morë RS4-ën, s'kena bën fakt RS4, kush e ka na njëri me këtë 2.9-in, ta provojmë edhe atë ta krahason. Këto më ishte RS4-ën apo këtë C63-in. Makina është e përshitje, do e lej linkun këtu poshtë. Presoj të ketë pëlqyer videoja edhe shifem videon e radhës. Mirupafshim.